Falja e namazit parimisht konsiderohet njëra prej adhurimeve më të mira të Zotit. Amo në Ramazan, farzët e kanë, sunetet e kanë shpërblimin e farzëve. Shpërblehen shumë. E nëse këtu sunet janë të forta, shpërblimi është më i madh. Prej veçorive të Ramazanit është namazi taravive, i cili jo vetëm që falet si rekatë dhe si numër, por namazi taravive falet në xhami. Zakonisht falet me xhamat. E shpërblimi në xhami, e me xhamat, e në Ramazan, e një numër i konsiderueshëm namazeve, secila ka vlerën dhe peshën e veçantë tek Malli i Zot. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë se ai personi i cili fal namazin e agjeron Ramazanin me kujdes, me bindje dhe besim të Zotit, për shpërblimin e Allahut xhaleshanuhu, do t'i falen gjunat që i ka vepruar më herët. Men qama ma al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl. Kush do prej juve që ka filluar me u fal me imamin dhe ka vazhduar me u fal bashkë me të derisa ka kryer krejt ai, i shkruhet apo konsiderohet shpërblim për të, sikurse me u fal tërnatën. E kur ti shkon në xhami, e fal farzën e yacis me imamin bashk, e rrin me vllazërit ton musliman bashk, e fal taravin bashk, e fal vitrin bashk, e bën duan e dhikrin bashk. Ky organizim i besimtarëve, e në mesin e tyre sigurisht që ka njerëz devotshëm të mirë, e ndoshta për hatër të dikujt prej neve, Allah i fal krejt jetë. Kjo është shpërblim i veçantë tek i Madhi Zot, mundësia e jashtëzakonshme që njeriu vallahin do të më lakmue, më angazhu e më insistu që më marr këtë shpërblim, se në Zot e din Ramazanin tjetër ai gjallë apo si. Andaj do të më shfrytëzo këtë mundësi të madhe. Namazi taravis është sunet i fort. Prej suneteve të forta që i afrohet thuaj se vajibit, por nuk është obligim. Muhammed Mustafaja alayhi salam ka dalë me fal namazin e taravis në xhami. Ja ka nisë me fal vetëm. Kanë ardhur disa besimtarë dhe ju kanë lidhur mbrapa. Ka dalë ditën e dytë, numri atyre që po falen pas pejgamberit alayhi salam është shtu dhe më shumë. Ka dalë ditën e tretë do të rrit ky numër. Ditën e katërt pejgamberi alayhis salam nuk ka dalë në xhami fare. Ka prit sahabët, nuk ka dalë pejgamberi alayhis salam. Kur është dalë me fal namazin e sabahut, ju ka thonë: unë e di që ju më keni prit ju, por s'kam dashur të më dalë me fal namazin me juve, se jam friksu mos namazit taravive po ju bëhet obligim, apo mos po mendon dikush që është obligim. E Muhamedi alayhis salam ka qenë rahmet prej Zotit. E ka dashur që taravia me kon mundësi e shpërblimit, por jo rrugën dëshkimit. Sepse sikur të ishte obligim, ai që nuk e fal do të merrte dënim. Po ka dashur me lënë sunet që kush ka mundësi, dëshirë dhe lakmi për shpërblim, atëherë me vrapu dhe me shfrytëzu atë që me marr shpërblimin tek Malli i Zotit xhaleshanuhu. Kështu që Ramazani që ka një mundësi e madhe, sepse në veten e saj apo vetën e tij po ngërthej ka edhe namazin e taravive. Imam Maliku transmeton hadithin prej Imam Yazid bin Rumanit se në kohën e Omer bin Khattabit janë falur 23 rekate namaz. 20 rekate janë falë taravi dhe 3 rekate janë falë namaz i vitrit. Ata që din peshën e Muatta si Imam Malikut, e din që është për librave të sakta të hadithit. Imam apo dietari bashkëkohor i njohur Sheikh Shuaib Arnauti thotë se nuk di që ka ndonjë arsye dikush me thonë ky hadith është i pasakt. S'ka dyshim që hadithi është i saktë. Që janë fal 20 rekate taravih në kohën e Omer bin Khattabit. Të dashur të respektuam, derisa ka ardhur Omeri si udhëheci i besimtarëve, muslimanët i falnin taravit në grupe të ndara. 3-4 veta, 5-6 veta, varet për grupeve. Omeri për shikon besimtarët dhe po konsultohet me shokët e vet
me nxënësat e pejgamberit alayhi salam dhe po ju thot, kisha dashur që këta njerëz me i bo bashkë mas një imami, me unifiku besimtarët. Dhe këtë propozim që jep Omeri e gjen miratimin e të gjithë sahabëve. Dhe organizon namazin e taravive pas një imami të cilin e caktoi Omeri e ishte Ubej bin Kabi. Prej këtij momenti, namazi taravive është falë 20 rekate, deri në ditën e sotshme inshallah ka më shkuar deri në kiamet. Krahas hadithit sakt, kemi edhe historinë islame, dëshminë e besimtarëve, kur për çdo gjenerat me radhë, pa ndal hiç, është falë namazi taravive 20 rekate, edhe në haremet të mëdha në Mekë, në Medinë, deri në kohën e pandemisë, gjithëherë janë falë ka 20 rekate. Prandaj, namazi taravive i ka 20 rekate, plus 1 rekate të salat e vitër, për cilën kemi shpjeguar ligjëratat e kaluara, falet 23 rekate. Omeri, kur i sheh njerëz duke u falë pas një imami, të rreshtuar safa, të bashkuar, e taravia gjithashtu është mundësia e oprimit mes njerëzve, xhumoja luan këtë rol, po është një herë në javë. Bajramet e luajnë këtë rol, bashkimin e besimtarëve, po është 2 herë në vit. Ndërsa Ramazani është për çdo ditë. Këtë pas një adhurimi intensiv me agjërime, me namazë, me lexim të Kuranit që bëjnë besimtarët, në fund i bën bashkë në taravi. Modosht ta mes veti. Andaj kur i shoh Omeri, thot ni'mal bid'a hadhihi. Thot sa bidat i mirë, sa risi e mirë, që besimtarët janë më bashkë dhe po falën pas një imami. Imam Shafiu ka qenë njëri prej dietarëve të mëdhenj, njës si fuqishëm në gjuhës arabe. Sa që nëse ka thonë diçka në gjuhë, është llogaritur burim i gjuhës. Medhebi Shafiu ka marrë emrin prej tij. Thot nga kjo kuptojmë që bidati është 2 lloje, i mirë dhe i keq. Nëse është njërisi e re, konform përputhet me shariatin islam, atëherë është e mirë. Nëse vjen kundërshtim me shariatin islam, atëherë është ka keqe. Prandaj çdo gjë që bëhet e re, nëse është konform shariatit, është e mirë. Nëse është kundër shariatit, është e keqe. E do të dalin dhe thonë se ja kjo fjalë e Omerit e ka kuptimin vetëm në aspektin gjuhësor. Vallahi nuk e besoj që e ke njoh gjuhën arabe shariatin më mirë se Imam Shafiu. Nuk e besoj në gjë të tillë. Prandaj ajo është burim e shekullit 204 Hijri ka vdek Imam Shafiu. Ka qenë jetuar në kohën e tabiinëve. Kështu që ka qenë për dietarët të shuar dhe dietarët të mëj. Organizimi besimtarëve, tubimi i tyre, unifikimi i tyre, gjithherë është i nevojshëm, por sot është më i nevojshëm se çdo kohë tjetër.